27 nëntor. Si ta madhështosh Perëndin. Unë do ta kremtoj emrin e Perëndis me një këngë dhe do ta madhështoj me lavde. Psalmi 69:30. Ekzistojnë dy lloj zmadhimi, ai i mikroskopit dhe tjetri i teleskopit. Mikroskopi i bën gjërat e vogla të duken më të mëdha se sa janë. Teleskopi i bën gjërat e mëdha të duken aq të mëdha sa janë në realitet. Kur Davidi thot, do ta madhështoj me lavde, ai nuk po thot, do të bëj që një perëndi i vogël të duket më i madh se sa është. Ai po thot, do të bëj që një perëndi i madh të filloj të duket po aq i madh sa është në realitet. Ne nuk jemi thirrur që të jemi mikroskop. Jemi thirrur të jemi teleskop. Të krishterët nuk janë thirrur të jenë mashtrues që e zmadhojnë atë që kanë për ta ofruar nëpër masa të egzageruara, kur e dinë se produkti i konkurrentit të tyre është shumë më i mirë. Nuk ka asgjë dhe asnjë më të lartë se Perëndia. Prandaj, thirrja atyre që e duan Perëndin është që ta bëjnë madhështinë e tij të fillojë të duket aq e madhe sa është në të vërtetë. Kjo është arsyeja pse ekzistojmë. Është arsyeja pse u shpëtuam, siç e thot edhe Pietri te e parë Pietri 2:9. Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, komb i shenjtë, popull i fituar nga Perëndia, që të shpallni lavdinë e Atij që ju thiri nga teri në dritën e Tij të mrekullueshme. E gjithë detyra e krishterit mund të përmblidhet kështu: ndijej, mendo, vepro në një mënyrë që do ta bëj Perëndin të duket aq i madh sa është në të vërtetë. Je një teleskop që shërben për të parë botën e pasurisë së pafundme të lavdisë së Perëndisë. Ky është kuptimi i madhërimit të Perëndis nga i krishteri. Por ti nuk mund ta madhërosh dot atë që nuk e ke parë ose që e harron shpejt. Prandaj, detyra jonë e parë është të shohim dhe të kujtojmë madhështinë e mirësisë së Perëndisë. Prandaj lutemi Perëndis, ndriçoj sytë e mendjes time. Efesianëve 1:18. Dhe i predikojmë shpirtit ton: shpirti im, mos haro asnjë nga të mirat e Tij. Psalmi 103.